Mendoj që ngarkesa dhe lojët të shumta që kemi pas këto kohët e fundit kanë bërë që nuk kemi treguar ndoshta shumë cilësi, sepse edhe lodhja bën veten, po me rëndësi që pikët mbesin te skuadra jon, tani më jemi me pikë të barabarta dhe vazhdojmë tutje. Është ky pozicioni që kemi luftuar pasi dolëm jashtë nga Europa, një Europë historike që shijuam gjithë bashku, më pas sigurisht që duhet të kthehemi në kampionat. Ideja është të jemi të barabartë me kundërshtarin dhe të futemi në një sprint final. Është ky pozicioni momental ideal për Shkëndijën? Mendoj që Shkëndija këtë vit ka bë histori dhe e gjithë shteti i Maqedonisë duhet të krenohet me këtë sukses. Besoj që në vitin e kaluar kemi lënë disa pikë të cilat nuk dashur me lënë. Besoj tash jemi 0-0 me pikët në tabel, tashmë vazhdojmë dhe të shohim kush është më i fortë të del kampion në fund. Kush është më i fortë sipas Endrit Krasniqi? Nuk diskutohet, Shkëndija. Mbarëm titullin? Besoj që po.